SPA ka publikuar emrat e 13 kandidatëve që garojnë për kreun e Byros Kombëtare të Hetimit. Në listën e kandidatëve përfshihen edhe dy ish drejtorët e përgjithshëm të Policisë së Shtetit Haki Çako dhe Gledis Nano, por edhe disa nga agjentët aktual të Byros Kombëtare të Hetimit, që synojnë të marrin drejtimin e asaj që konsiderohet si FBI shqiptare. Komisioni që do të përzgjedhë emrat fitues përbëhet nga 3 prokurorë të SPA-k, ndërsa do të kryesohet nga Altin Dumani. Momentalisht BKH drejtohet nga Aida Hajnaj, mandati i së cilës përfundon më datë 31 gusht. Hajnaj mori drejtimin e BKH-s, ndërsa më parë mbante funksionin e zëvendës drejtores përgjithshme të Policisë së Shtetit. Mes kandidatëve është edhe Andi Pogaçi, një prej prokurorëve, emri i cilit është lakuar për dekonspirimin e një informatori të policisë që çoi në zbulimin e një grupi që trafikonte mina me telekomand. Është raportuar se Pogaçi në atë kohë prokuror në Fier ka arrestuar bashkëpunëtorin e policisë me iniciale HB, duke urdhëruar arrestimin e tij pas informacionit të saktë me të cilin policia realizoi një operacion të suksesshëm për zbulimin e minave me telekomand në Fier. Ky bashkëpunëtor kishte njoftuar personin e kontaktit në sektorin e antikrimit në Tiranë se një grup personash posedonin mina me telekomand dhe i shisnin te grupet kriminale. Artur Beu është një tjetër emër që garon për kreun e BKH-s. Beu garoi edhe para 5 vitesh bashkë me Aida Hajnaj për këtë funksion, ndërsa duket se do të provojë sërish fatin. Elton Korluku është një tjetër kandidat, i shefi i sektorit të krimit kibernetik në Ministrinë e Brendshme, tashmë synon të marrë drejtimin e BKH-s, ndërsa konsiderohet si një nga ekspertët në çështjet e teknologjisë dhe financës kriminale. Gentian Doi është një tjetër emër që nga radhat e Policisë së Shtetit synon të drejtojë BKH-n. Ai ka drejtuar njësinë e hetimi i krimeve ekonomike financiare në drejtorinë hetimore në Departamentin e Policisë Kriminale. Mauricio Sheldia është një tjetër emër, edhe ky nga radhat e Policisë së Shtetit, që synon të drejtojë një nga strukturat më të rëndësishme të hetimit. Sheldia është pjesë e Agjencisë Mbikëqyrjes Policore. 13 kandidatët janë Andi Pogaçi, Artur Beu, Astrid Halila, Elton Korluku, Gentian Doi, Gentian Shehaj, Gledis Nano, Haki Çako, Joni Keta, Mauricio Sheldia, Marinela Pilinçi, Miklovan Kanani dhe Nevrus Ndrejgjoni. Kandidatët që kalojnë fazën e verifikimit paraprak do të ftohen për të marrë pjesë në fazat pasardhëse të këtij procesi, njofton SPA-k.